Jo pak e përsëriset e njerë, tha zoti Balla, jemi gati, tha, për ngritjen e një komisioni të ri të reformës zgjedhore, një komision të posaçëm për reformën zgjedhore nga shtatori, megjithatë deri atëherë ka kohë. Ju si do ta shfrytëzoni kohën deri në shtator? Po, ka kohë deri atëherë dhe mendoj që më së pari duhet të shpallen një herë rezultatet e këtij procesi zgjedhor që në vlerësimin dhe gjykimin ton ka qenë totalisht i padrejtë, i palishëm dhe i cënuar në shumë aspekte të integritetit ti, veçanërisht sa i takon votës së diasporës, meqense dhe deklarata zotit Balla ka ndodhur tek parku Feti Borova, ku ka përfunduar para pak minutash numërimi gjatë i votave të diasporës, dhe unë mendoj që duhet të merrem një herë me rezultatin, me kontestimet eventuale që mund të kenë subjektet dhe Partia Demokratike, Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore që unë përfaqësoj si avokat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, patjetër që do të ankimoj të gjitha rezultatet që do dalin nga ky proces. Këtë mund t'ja u jap si informacion, madje mund t'ju jap dhe një informacion të fundit, prandaj kam marrë dhe shkresën këtu përkatëse se sapo kam ardhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku kemi depozituar një kërkesë në emër të koalicionit PD-SHM dhe kemi kërkuar zotit Celibashi në mënyrë urgjente që të ndërpresë dhe të mos certifikoj rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe të kërkojmë njëkohësisht, kemi kërkuar auditim të procesit të plot të votimit nga diaspora. Çfarë do të thotë auditim të procesit të plot të votues nga diaspora? Atëherë, është pak a shumë kërkesa që edhe zoti Ivi Kaso, këshilltari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në PD, e artikuloi dje nga selia e Partisë Demokratike, dhe me këtë shkresë ne kemi kërkuar në emër të PD-s dhe të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore që për shkak të problematikave të shumta që ka patur dhe procesi diasporës, që tek regjistrimi i qytetarëve në platformën PER i zgjedhësve, por dhe problematika që dhe po i shohim jo vetëm me numërimin e kutive të votimit që kanë ardhur tek domethënë Parku Olimpik, sidomos me Greqinë, votën e diasporës së Greqisë, pati rezultate 90%. Dhe jo sporadike, por pothuajse në të njëjtin nivel në të gjitha qarqet nga Durrësi, Elbasani, Tirana e poshtë. Rezultatet denjë për Bielorusinë e keni quajtur? Po, e kam quajtur rezultatet denjë për Bielorusinë sepse është shokuese po të shikoni këto të dhëna, ku në ato qarqe, këtu në Shqipëri, me gjithë presionin, me gjithë patronazhimin, me gjithë kontrollin e votës, me të gjithë përdorimin e administratës, PD-ja arriti të marrë 28, 30, 34%. Po të flasim për Korçën për shembull, 34%, apo Durrësin, apo qarqet tjera, pa i përmendur me radhë të gjithë. Dhe arrihet në kutit kemi vetëm 5% votave nga diaspora në këto qarqe, dhe nuk është një apo dy kuti, po kështu është e përgjithshme. Pra duket sikur ato janë të niveluara, të shtresëzuara me dorë. Dhe ne këto i kontestojmë, kërkojmë që të ketë një audit të plot, pra që tek planifikimi dhe përgatitja paraprake procesit diasporës, te prodhimi dhe shpërndarja e fletëve të votimit, të na japi llogari dhe përgjigje të sakta KQZ-ja, sa fletë votimi janë vullosur dhe janë nisur që këtu. Sa nga fondi rezerv i kemi bërë. Zoti Nuri. Jo, ja duhet shpjegoj shumë mirë. I kemi bërë ne, i kemi kërkuar këto që në muajin prill. Që në muajin prill, edhe ditë e para të muajit maj, vetëm për Greqinë mund kemi nisur mbi 10 shkresa me kërkesa të sakta. Për Greqinë keni kërkuar që të ndërhyjë edhe SPAK, po nuk e di sa autoritet ka. Nuk na kanë ardhur përgjigje nga KQZ-ja. Për SPAK-un mund të jenë bërë kërkesa patjetër edhe në vende të tjera, jo vetëm për Greqinë, por edhe për votun brenda vendit ka pasur problematika të tjera, pa ajo është një çështje tjetër. Sa i takon kësaj që ne kemi kërkuar sot, ne kërkojmë një transparencë, një audit të plot, sepse mjafton ta shihni edhe ju në faqen zyrtare të KQZ-s. Po të shikoni të dhënat që janë publikuar ditën e votimit, vetëm për diasporën, të dhënat që janë publikuar para 3 ditësh, të dhënat që janë publikuar mbrëmë në darkë ndryshojnë njëra me tjetrën. Por zoti Celibashi ka thënë që nuk e cënojnë integritetin e këtyre zgjedhjeve. Më falni, do të edhe rastet e zarfeve që kanë shkuar pa fletën e votimit brenda, edhe në rastin kur kanë rezultuar më shumë zarfe nga çka qenë numri i shqiptarëve të regjistruar, por nuk cënohet thotë integriteti këtyre zgjedhjeve. Dhe zoti Balla sot tha që Partia Demokratike po fyen vullnetin e shqiptarëve të diasporës. As pak. Ne duam që vullneti i shqiptarëve në diasporë të lexohet drejt dhe të lexohet vullneti i tyre dhe të shohim a kanë votuar realisht ata persona që janë regjistruar apo jo. Se këtu është problemi, se dhe ne nuk po na dalin llogarit. Degët tona kanë një numër jashtëzakonisht të lartë edhe mbështetësis në diasporë, por përfshirë dhe në Greqi konkretisht, dhe nuk po dalin këto rezultate nga kutit e votimit. Por ju thoni që ne prisnim ndryshimin nga diaspora, po qytetarët nuk kanë qenë të lirë për të votuar dhe janë shantazhuar. Po ju nuk ishit sigurisht që diaspora, edhe ata që ishin regjistruar, do të votonin për ju?
Jo, nuk kishim atë siguri se askush nuk mund ta ketë paraprakisht, por ne po shohim disa anomali këtu në proces. Tani zoti Celibashi nuk mund të kanë votuar për PS-n. Nuk mund dalë 2 në 3 votues taballa. Jo, ka raste është 90% e ekzekutive të votimit. Nuk mund dalë Celibashi dhe të thotë që s'ka anomali dhe s'ka probleme kur një moment thuhet kanë ardhur 191.000 zarfa dhe sot të thuhet kanë ardhur 202.000 zarfa. 201.000 gati 202.000. Ndërkohë, nga cilat pavlefshme mbi 1.000 vota. Mund të jenë dhe 2.000 dhe 3.000, nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që nuk ka përputhje. Pra ne nuk dim se sa kanë quar si vota dhe sa kanë ardhur mbrapsht. Po ashtu,